Selimi, doja që të ndaleshim pak tek procesi i dialogut. Kemi pas folur shpesh në fakt për këtë proces, duke qenë se edhe kishte zhvillime, kishte tentativa nga ana e negociatorëve për t'i ulur palët në tryezë dhe për t'a arritur rezultate. Me sa duket ngërçi zgjatur në politikën e Kosovës, por gjithashtu edhe problemet e Serbisë me protesta të njëpasnjëshme e ka larguar, le themi, këtë proces, i ka larguar palët për të gjetur një zgjidhje dhe për të pasur rezultate. Nëse do të bëjmë një panoram, edhe si ish-ministër i jashtëm, ku ndodhet procesi i dialogut? Ku është Kosova sot? Ku është Serbia? Shikoni, Serbia ka problemet e veta, të protestave, të mungesës të demokracisë, të rrshqitjes drejt një autokracie të menaxhuar nga një person, presidenti Vučić, i cili e kontrollon si kuvendin, ashtu edhe qeverinë, edhe presidencën, edhe shërbimet sekrete, edhe ushtrinë, edhe policinë, edhe pas protestave të dhunshme në Serbi, studentore, nuk u pa që atje ka ndonjë kontekst pozitiv për lëvizje në obligime të mëdha që Serbia duhet i merr kashë Kosovës sipas planit të Ohrit, i cili ishte i mangët, por i cili kishte në bazë një njohje praktike de facto, nëse jo de jure, të realitetit të Kosovës. Për shembull, këto njohjet e pasaportave, letërnjoftimeve, njohja e dokumenteve, flamurit të Kosovës, por ndërkohë edhe në Kosovë ne hymë në një fazë të ngërçit total brenda partijak. 3 pashzgjedhje për një vit thjesht nuk lejojnë stabilitet i cili kërkohet në vendime të mëdha të tilla. Zoti Kurti si kryeministër i pat një 2-3 vjet lutje nga aleatët tonë, sidomos nga SBA, por edhe nga Gjermania edhe Franca, që të përshpejtoj dhe të bëj hapa konkret drejt funksionalizimit të dialogut, por situata e sulmit terrorist në Banjsk e vërtetësoi temase, ishte një sulm i cili realisht edhe parandaloi çfarë do lëvizje pozitive përpara për një kohë. Situata u shtensionua deri në një mas, por sa përket politikës në Kosovë, ne jemi ende në, si thoni ju, automobili kur është në ler, thjesht nuk kemi fare të përfshirë në këtë proces. Ka ca takime në nivelin teknik, u përzgjodh edhe kryenegociatori i ri i Kosovës në dialog, zoti Agron Bajrami, ambasadori jonë në Bruksel, të cilën njoh ishte edhe ai si ju në kohë ditore, ka vlerat e veta dhe në eksperiencën e vet, por kryenegociatori pa pasur qeveri, pa pasur një qartësi se çka don Kosova dhe si do ta realizon atë që don, thjesht edhe ai është i hendikepuar. Takimet teknike në Bruksel mund të mbahen, sa për të mbajtur ndoshta nivelin e ulët të tensioneve që është momentalisht, pra megjithatë situata sot është shumë më mirë se që ka qenur ca vite më parë, por në anën tjetër dihet qartë, edhe zonja Kos, por edhe shtetet aleate të Kosovës e thonë qartë, duhet të pasur progres në dialog për lëvizje përpara. Ky progres në dialog është definuar në kornizën e marrëveshjes së Ohrit. Ajo kornizë, sipas kërkesës së aleatëve kryesor, duhet të dërgohet në gjykatë kushtetuese. Të gjitha këto hapa kërkojnë një shumësi, një përkrahje të madhe parlamentare, një stabilitet, koalicione të gjëra. Ju kujtohet se Kosova kur ka bërë marrëveshje të mëhershme, që të gjitha janë ratifikuar me të 2/3 në kuvend të Kosovës, zakonisht ka qenë vetëvendosja ajo që ka rezistuar apo protestuar ndonjëherë dhunshëm kundër marrëveshjeve. Kësaj radhe ky konsenzus i brendshëm i 2/3 vështirë është që të realizohet bile edhe për përzgjedhjen e presidentit të Kosovës, e lërë më për situata apo tema shumë sensitive siç është dialogu me Serbinë. Prandaj na jemi sot në një status quo totali. Pra, vizita e zonjës Kos është mirë se ardhur ajo si zonjë, kështu ne kemi shtëpinë e hapur, po nuk ka zë shtëpie këtu sepse nuk kemi qeveri funksionale, nuk ka president, kuvendi është anuluar, pra është shpërbër, dhe pa pasur një qartësi institucionale dhe qeveri stabile,
Kosova nuk do të lëvizë përpara. Pa lëvizur përpara në dialog, ne nuk do të lëvizim as në integrimin evropian. Ishte një moment tjetër, veç sa ty rikujtoj shikuesët e juaj dhe juve, Kosova pat një mundësi të ardhë që të antarësohet në Këshillin e Evropës, jo në BE, kjo organizatë tjetër, po e cila po ashtu është rëndësishme në aspektin multilateral dhe për rritjen e për pjesëmarrjes së Kosovës në institucionet evropiane. Aty në momentin e fundit ishte një veto nga Gjermania dhe Franca, e cila kërkoi nga Kurti dhe zonja Osmani atëherë që ta shtyn përpara procesin e verifikimit e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në gjykatë kushtetuese. Kjo nuk ndodhi, edhe pse ministria jashtme Gërvalla dërgoi një letër që ne do ta bëjmë asociacion pas antarësimit në KE, as nuk u antarësuam, as nuk bëm gjë në atë segment, pra nuk dua që të jem ndoshta i tepër pesimist, por realiteti është ky. Jemi në një fushatë zgjedhore, kjo fushatë është gjë e preokupon edhe qytetarin, edhe partitë politike, për shkak të kornizës apo arkitekturës kushtetuese të Kosovës, e cila kërkon 2/3 për votimin e presidentit, formula është shumë e thjeshtë. Duhet një bashkëpunim i gjerë, mbar partijak, mbar shoqëror për temat kryesore. Ky bashkëpunim sot mungon. Fatkeqësisht ne në aspektin kështu thjesht funksional si rshitëm edhe në një pozitë pak më autokratike, sepse partia në pushtet insistoi që ta ketë edhe presidentin, edhe kuvendin, edhe kryeministrin, një recept që besoj ne në Ballkan e kemi kuptuar motit që është i dëmshëm shumë për demokraci, dhe pa u zgjidhur çështja e institucioneve, fatkeqësisht Kosova do të mbetet në balë. Zoti Selimi, në fund do të pyesja pak për këtë